pari çrregullimi i ankthit me atakët e panikut në përgjithësi ngatrohet sepse njerëzit e kanë më të lehtë të thonë njërin terminologji në raport me tjetrën. Janë të ndryshme së pari në intensitet. Atakët e panikut janë shumë të fortë, aq sa njerëzit në përgjithësi kur i kap ataku panikut, shpesh duke mos e ditur apo duke mos patur një diagnozë, duke mos qenë të vetëdijshëm për këtë lloj diagnoze, shqetësohen se janë duke vdekur dhe marrin në telefon urgjencën. Që do të thotë, atakët e panikut e kapin individin të papërgatitur. Nuk është se ti e duke menduar diçka negative dhe fillon ndjen disa simptoma në trupin tënd, përkundrazi njerëzit janë të qetë, duke kryer çfarëdo lloj aktiviteti dhe në mënyrë të beftë ndjejnë rrahje të shpejta të zemrës, të pakontrolluara, duket sikur zemra do i dalë jashtë krahërorit, ndjejnë marramendje, ndjejnë gjendje të fiktit, ndonjëherë ndodh që kanë edhe prerje të gjunjëve dhe e gjithë kjo situatë është kaq intensive sa personi beson se në atë moment është duke psuar një infarkt zemre dhe shqetësohet, përfundon edhe në urgjencë. Diferenca është në intensitet. Atakët e panikut janë shumë të fortë, zgjasin nga 5 deri në 20 minuta, ndërkohë që çrregullimi i ankthit është një gjendje më konstante, nuk ka një pikë kulminante ku të shpërthejnë këto simptoma dhe të kenë intensitet kaq të lartë, por lidhet më së shumti me një formë të menduari negative gjatë gjithë kohës, ku ti ke parashikime që nuk do performosh mirë në punë, do dështosh në një objektiv që ti ke marrë, nuk do arrish dot të flasësh apo nuk do arrish dot të fitosh një vend pune, nuk do arrish dot që t'ja dalësh mban në një situatë caktuar, mendon më të keqen e mundshme dhe sa më shumë ti mendon, pa diskutim që ndjen një lloj ngushtimi në stomak, ndjen ndonjëherë edhe mpirje të duarve apo djersitje, rraje të shpeshta të zemrës, po janë më pak intensive në raport me atakët e panikut dhe personat që vuajnë nga çrregullimi i ankthit të përgjithësuar nuk kanë frikën se janë duke vdekur në atë moment. Pra atakët e panikut janë kaq të fortë sa personat që i vuajnë përballen me vështirësi, së pari kanë nevojë për psikoedukim dhe të fitojnë atë qetësinë që nga një atak paniku askush nuk vdes. Në momentin që personat që vuajnë nga atakët e panikut e marrin këtë njohuri që askush nuk vdes nga atakët e panikut, fillojnë të ndërmarrin dhe hapa konkret për t'i mirë menaxhuar ato.